Isha me ju Ramazanin e kaluar. A nuk ju kujtohem? Apo aq shpejt të gjallët i harrojnë të vdekurit e tyre? A nuk ju kujtohet dita kur isha me ju në Ramazanin e kaluar? Isha në rradhët e reshtave në xhami, duke bërë ruku e duke bërë sejdë. Isha me falësit në namazin e teravis, bashkë me ata kur ngrinin duart dhe bënin dua, me agjëruesit, me ata që e përmendin Allahun, me ata që jepnin dhe e shpenzonin pasurinë e tyre në rrugën e Allahut. Nuk e dija se ishte Ramazani i fundit që pa agjëroja në jetën time. Nuk e dija se ishte Ramazani i fundit që po përjetoja në jetën time. Sikur ta dija, do t'i shtoja mirësit, begatit dhe vlerat e këtij muaji. Do t'i shtoja adhurimet, me të cilat i afrohemi Allahut të lartësuar dhe do të shtoja lëmoshën, sadakan dhe veprat e mira. Sikur ta dija se do t'ishte Ramazani i fundit në jetën time, do të më shinit shumë të kujdesshëm që të mos më ikte namazi me xhamat në xhami, dhe ai teravis, si edhe do të lexoja Kur'an më shumë se ç'kam lexuar në Ramazanin e kaluar. Do të më shinit të kujdesshëm në zbatimin e urdhrave të Allahut, larg mëkateve dhe të ligave. Por ndoshta ju kujtohem kur po përshëndetesha me ju pas namazit të Bajramit. Sikur të dija se do ishte Bajrami i fundit në jetën time, do t'ju përqafoja të gjithëve. Ndaj të dashurit e mi, më përkujtoni në lutjet tuaja, nga se unë kam nevojë për to. Luteni Allahun që të më mëshiroj dhe të më fal mua dhe të gjithë të vdekurit, nga se jemi ndarë nga bota ku veprohet dhe nuk jepet llogari, për në botën ku jepet llogari dhe s'ka veprim. Vëllezër, shfrytëzoni çdo minutë, madje çdo sekondë të jetës tuaj, sepse janë të shtrenjta dhe shumë të vlefshme. Vlerën e tyre e di vetëm ai që i ka humbur. Përgatituni për botën tjetër, e furnizimi më i mirë është devotshmëria ndaj Allahut të lartësuar. Merrni mësim dhe përfitoni nga ata që kanë vdekur. Dijeni se dynjaja është vend kalim për në botën tjetër dhe se xheneti është i shtrenjtë. Përfitoni vëllezër të nderuar, se ky është Ramazani i fundit në jetën tuaj. Punoni çdo punë me të cilën Allahu është i kënaqur në muajin e Ramazanit dhe vazhdojini me përqendrim ato pas Ramazanit, që gjendja juaj pas vdekjes të mos jetë si atyre për të cilët flet Allahu në Kur'an. E kur ndonjërit prej tyre i vjen vdekja, ai thot: O Zoti im, më kthe që të bëj vepra të mira e të kompensoj atë që lëshova. Kurse si, kthim nuk ka. E kjo është vetëm fjalë që e thot ai. E ata kanë para tyre një perde, distancë periodike, deri në ditën kur i ngjallen. Surja Muminun 99:100.